Përshëndetje. Të nderuara familjet të dëshmorëve të kombit, të nderuar pjesëmarrës të institucioneve tona lokale dhe qendrore të Republikës së Shqipërisë, i nderuar kryetari i bashkisë, i nderuar nënprefekt i bashkisë Malësi e Madhe. Ju ftoj sot të nderojmë dëshmorët e kombit dhe datën 5 maj. Fillojmë ceremoninë me vendosjen e kurorëve pranë lapidarit. Në këto momente ndërojmë hymnin kombëtar. Ju ftoj të gjithëve të pozicionohemi. Faleminderit. Kur flasim për rënien historike dhe heroike të dëshmorëve të kombit, është më se qartë se për lirin ata kanë dhënë dëshminë supreme, sepse janë bërë pjesë e përjetësisë tonë. Prandaj për ata, fjalët janë më së pakut nevojshme. Mirë po, këtij obligimi moral ne të gjallët nuk mund t'i ikim, sepse duke i kujtuar dhe duke i nderuar të rënët për lirin tonë,
ne bëjmë përpjekje të përmbushim amanetin e tyre. Dhe për fjalën e parë përshëndetse, ftoj kryetarin e bashkisë zotin Tonin Marinaj, dhe pastaj përfaqësuesit e organizatës së familjeve të dëshmorëve dhe të veteranëve. Familje Zilve, jemi këtu së bashkut për të kujtuar një datë shumë të rëndësishme historike, një ndër datat më të rëndësishme të kombit shqiptar. Unë do të përshëndes gjithë shoqatat, kryetarët e shoqatave. Njëkohësisht do të falenderoj edhe kandidatët deputet, Rexhen, Qipsi Pseken, Ertin Canin, Ramadan Liken dhe gjithë të tjerët që ju taktojnë në sigla të ndryshme në malësi të madhe për parlamentin e ardhshëm, ku do bëhen zgjedhjet së shpejti. Kjo si çdo vit është një datë e përprekse për ne, ku kujtojmë njerëzit tonë që kanë dhënë jetën për mbrojtjen e atleut, që kanë dhënë jetën për mbrojtjen e njerëzve, që kanë dhënë jetën në shumë fushra të ndryshme, po gjithmonë në shërbim të kombit, dhe nëse kushdo që mund të jetë dëshmor i atleut, është titulli më i lartë që mund të marrë nga një këmbë. Realisht ne në një trev që kena shumë dëshmor, sidomos të shekullin e fundit të identifikuar, ku 2 vite më përpara së bashku me Shaqir Bukën dhe me një grup intelektual të Malësisë Madhe, identifikuar me 277 dëshmorë të atleut, ku bëmë një takim për t'i nderuar, për t'i kujtuar, njëkohësisht për të respektuar edhe familjet e atyre që kanë dhënë gjakun për kombin tonë. I përjetshëm qoftë çdo dëshmor i Malësisë Madhe dhe i kombit shqiptar. Familje Zilve, që jeni ta. Në vijim, një përfaqësues nga shoqata e veteranëve, zoti Yusuf Heva, 2 fjalë përshëndetse. Përshëndetje. Historia e popullit shqiptar është sa ngallënjëse, aq edhe e lavdishme. Sot përkujtojmë një në ngjarjet më të rëndësishme të historisë së popullit shqiptar. 5 maj, ditën e dëshmorëve të atleut. Nuk ka ditë ngjarje më të rëndësishme se sa kjo. Nuk ka ditë edhe ngjarje më të rëndësishme se sa të kujtosh dëshmorët e tu, dëshmorët e atleut. Ata që dhanë jetën për ditën që mësojmë sot. Lavdi dëshmorëve të atleut, lavdi Shqipërisë. Faleminderit. Dhe nga organizata familjet të dëshmorëve, zoti Hajrova Çetaj. Nderuar pjesëmarrës, familjar të afërm të familjet dëshmorëve të Malësisë Madhe, veteranë dhe pronarë veteranësh. Sot përkujtojmë 5 maj ditën e dëshmorëve të atleut, duke përkullur me respekt në nderin të thellë ndaj tyre. Kjo ditë përkujtimore lidhet me datën kur heroisht që Malstafa, njëri nga bitë e shurë të këtij vendi, populli i Malësisë Madhe, ka ditur të udhëhecë të luftojë gjatë luftave shkullore për liri e pavarësi. Kombëtare si dhe për mbrojtje integritetit të vendit, të lirisë e pavarësisë, të fituar me gjatë sakrifica të madhe. Malësia Madhe ka dhënë dëshmorë, por dëshmorë të shumtë i ka dhënë në luftën e madhe antifashiste nazistare nga 7 prill 1939 deri me 29 nëntor 1944, kur ushtrirua Shqipëria e në vijim deri në përfundimin e luftës së dytë me 9 maj, ku Shqipëria si pjesë e koalicionit antifashist botëror ka kontributin e saj me 28.000 dëshmorë të vrarë. Dëshmorët kanë dhënë edhe pas shërimit të vendit të mbrojtjes të integritetit territorial të atleut, të lirisë dhe pavarësisë Shqipërisë, të institucioneve shtetërore e jetës së popullit. Për çdo kom të qytetëruar,
janë lavdia krenaria e tij ndër vlerat më të shmura që nderohen nga të gjithë. Në historinë e enciklopedit e botime të ndryshme, kudo atyre kushtohet vëmendje veçantë për ta janë shkruar në kujtimet e tyre, rrugë sheshe, shkolla, institucione me emrat e tyre në shumë institucione. Shkolla, universitete janë shkruar me gërme arta e dëshmorëve të dalë me tyre. Dëshmor është ai që vritet në luftë për liri e drejtësi shoqërore, ai që fa jetën për të mirën e popullit e të adhët. Kur flasim për dëshmor të adhët, kemi parasysh gjithë dëshmor të adhët, pavarësisht të luftës së dytë botërore e atyre të viteve deri në ditët e sotme. Me lejoni përmend dëshmor të tibetona, këta mbetën dëshmor e heroj të rënë në krye të tyre. Dëshmori Muhamet Asmuja, Ilir Dashi, Demush Heba, Armelin Isa Zekaj, Fran Murizi, Sani Rustem Sufaj dhe Gzim Ibra. Organizata dëshmorëve është një subjekt politik shoqëror, adhatar e humor që merr në mbrojtje gjakun e dëshmorëve të të gjithë periudha historike dhe ndërron dignitetin e familjes së tyre. Organizata dëshmorëve nuk pajtohet me asnjë forcë politike që mohon veprën e gjakun e dëshmorëve dhe zhvillon veprimtari antikombëtare, neofashiste, komuniste, terroriste. Lavdi dëshmorëve të adhët. Faleminderit. Në këto momente kam kënaqësinë të ftoj personalitetet e pranishme për fjalën e tyre. Në prefekti i Malësisë së Madhe, zoti Hysen Hysain. Nderuar kryetari i bashkisë, nderuar shefi i komisariatit, nderuar shoqata e veteranëve dhe dëshmorëve të ABD. Sot është një ditë e shënuar ku përulemi me respekt para heroizmit atyre që dhanë gjakun për liri i Irakut. Gjaku i tyre ishte kur themeli për këtë liri që gëzojnë nga sot. Për ne kjo është më pak që mund bëjmë na, të kujtojmë ta heroj që dhanë jetën për atë. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre dhe falënderit gjithëve që keni marrë pjesë në këtë. Ftoj tani zotin Bujar Rexha, kandidat i Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Në dita gjithëve, ju falenderoj shumë për të respekt e zakonshëm që tregoni ju për dëshmorët e Malësisë Madhe e kombit shqiptar. Malësia Madhe ka padur në shekuj luftët vazhdueshme për drejt kufit e skajit verior. Mund të kujtojmë luftrat që në kohën e Osmanëve e deri tek pushtuesi më i fundit. Asnjëherë nuk rreshtën si luftuari për krah gjithë shqiptarët në botën e Trojë. Dhe luftrat, si gjithmonë, kanë dëshmorë dhe kanë heroj. Dhe këta heroj nuk i kanë munguar Malësisë Madhe, të cilët e kanë shkruar emrin e tyre në përjetësi. Prandaj, ne, si trashëgimtarët e tyre, në takon të përulemi këtyre herojve dhe dëshmorëve të kombit. Lavdi herojve të Malësisë Madhe dhe të Shqipërisë. Faleminderit. Duke ju falenderuar të gjithë sa ishit pranishëm në këtë nderim të dëshmorëve të ABD-ut. Agenda vijon me vizitën në familje dhe në familjet e dëshmorëve sipas përcaktimeve dhe grupeve të cilat keni marrë. Faleminderit gjithëve. Lavdi dëshmorëve.